Ju përshëndes edhe njërë shikues të ABC News, jemi së bashku në edicionin e mesditës, ku pa dyshim do ndalemi me njëherë të seansa e sotme plenare, një seancë të e rëndësishme, ku në pjesën e parë u miratua ngritja e 2 komisioneve të posaçme parlamentare, ajo e reformës zgjedhore dhe reformës territoriale, po ashtu ditën e sotme pritet të raportojnë edhe 5 krerët e institucioneve të drejtësisë në vend për çfarë ka ndodhur për gjatë 2024-s. Megjithatë, ne do të jemi në këtë momente me kolegen Greta Bullari. Greta. E nisim me zhvillimin më të fundit që lidhet me seancën plenare, është ndërprerë për cilat arsye? Po, kryeparlamentari Niko Peleshi ka kërkuar 15 minuta pushim për sa i përket seancës plenare, duke qenë se krerët e grupeve parlamentare do të zhvillojnë një takim, një mbledhje që ka të bëjë pikërisht me mënyrën se si do të raportojnë institucionet e drejtësisë. Më duhet të theksoj, Fabiola, se të paktën për 1 orë e 30 minuta, kreu i SPAK Altin Dumani dhe prokurori përgjithshëm Olcian Çela ndodhen në lozhat e kuvendit duke pritur që të raportojnë përpara deputetëve. Megjithatë, të gjitha diskutimet apo dhe debatet për gjatë këtij minutazhi janë, po themi, përqendruar mbi mënyrën se si do të organizohen pyetjet për krerët e drejtësisë. Konkretisht, Partia Demokratike kërkon që pyetjet krerëve të institucioneve të drejtësisë t'i bëhen në mënyrë të drejtë për drejtë dhe jo me shkrim, sikundërse është përcaktuar në konferencën e kryetarëve dhe sikundërse Partia Socialiste thotë që rregulloria parashikon. Për këtë arsye, edhe kryeparlamentari Niko Peleshi ka propozuar 15 minuta pushim në mënyrë që të gjithë krerët e grupeve parlamentare të diskutojnë dhe të bien dakord mbi mënyrën se si do të zhvillohet mandej seanca plenare. Në fakt, në përfundim, po themi edhe të kësaj seance, ka qenë edhe kreu i grupit parlamentar Tauland Balla, i cili ka paralajmëruar se mund të shkohet edhe në votim në rast se nuk do të arrihet dakordësia mes krerëve të grupeve për mënyrën se si do të raportojnë, por dhe do t'i përgjigjen pyetjeve krerët e drejtësisë. Do të shohim se si do të vijojë pikërisht kjo pjesë. Ndërkaq nga ana tjetër, ndalemi tek miratimi i ngritjes së 2 komisioneve të posaçme parlamentare. Pati 3 vota kundër, edhe pse në fakt ishte rënë dakord më herët që 2 deputetët e Partisë Mundësia do të kishin të drejtë vote. Përse, le të themi, ndryshuan mendje? Po, pikërisht votat kundër ishin të 2 deputetëve të Partisë Mundësia, Agron Sheaj dhe Eral Kapri, dhe një vot kundër e Redi Muçit të Lëvizjes Bashk. Ju e përmendët, në fakt, një vend ju rezervua në fakt Partisë Mundësia në komisionin e posaçëm për reformën zgjedhore bashkë me të drejtën e votës. Megjithatë, për Agron Sheajin, kreun e Partisë Mundësia, kjo tentativ, po themi, apo kjo përpjekje e 2 partive të mëdha vjen për të mos i për të përjashtuar, po themi, partitë e reja nga hartimi i ligjit të ri elektoral. Ndërkohë që Redi Muçi i Lëvizjes Bashk argumentoi votën kundër me faktin se Partisë Lëvizja Bashk në komisionin e posaçëm për reformën zgjedhore i jepet mundësia për të ulur në tryezë, por pa të drejtë vote. Ndërkohë që ai thotë se partia që ai përfaqëson vjen në kuvende dhe si vullnet i zgjedhësve, ndaj nuk mund të trajtohet si një OJF, por do duhet të ketë të drejtë vote, ndërkohë që në komisionin e posaçëm për reformën zgjedhore, Lëvizja Bashk nuk do të ketë asnjë vend qoftë edhe pa të drejtë vote, ndonse po themi mund të jetë pjesë me propozimet e saj. Greta Bullari, të falenderoj për këtë raportim. Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Mirë. Do t'jemi në këto momente me kolegun Ervin Leka për të folur në fakt për 2 zhvillime që lidhen së pari me gjykatën e apelit, kur zhvilluar ditën e sotme një seancë për Gjon Shkambin, xhaxhait e të riut i cili vrau në sallën e gjyqit gjyqtarin Kalaj. Gjithashtu po ashtu në apel sot ka qenë edhe roja i sigurisë, ata do të vijojnë të qëndrojnë në burg. Megjithatë, detajet e seancës dhe këtij vendimi kolegu do na sqarojë në këto momente. Ervin, të përshëndes. E nisim fillimisht me masën me seancën zhvilluar sot në gjykatën e apelit, ku 2 personat e arrestuar për vrasjen e gjyqtarit Kalaja do të vijojnë të qëndrojnë në qeli.
Ka qenë një seancë e shkurtër e zhvilluar ditën e sotme rreth orës 10 në gjykatën e apelit të përgjithshëm, ku është vendosur që Gjon Shkambi, por edhe roja i sigurisë Banush Shkoxhaj të vijojnë të qëndrojnë në masën e arrestit me burg, mas kjo e dhënë më herët nga gjykata penale e Tiranës për ngjarjen e rëndë të ndodhur më 6 tetor, ku u vra Astrid Kalaja, gjyqtari brenda seancës së gjykatës së apelit. Pavarësisht se Gjon Shkambi ka pretenduar një masë më të butë sigurie se ajo arrestit në burg, duke pretenduar se nuk ka pasur dieni për planin që kishte nipi i tij Elvis Shkambi, i cili vrau dhe plagosi pra edhe 2 persona të tjerë palë në proces gjyqësor, gjykata vendosi të hedhë poshtë të pretendime pra të Gjon Shkambit dhe të mos e pranoj kërkesën e tij për zbutje të masës së sigurisë. Njëjti vendim është dhënë edhe për Banush Shkoxhajin, i cili pretendoi se ka qenë i semur ditën e ngjarjes, pra ku u mundsua pra edhe hyrja e Elvis Shkambit i armatosur brenda seancës. Në fakt ka pasur edhe si duket një mënyrë për të bërë apo masën e sigurisë për ta zbutur nga ana e Gjon Shkambit, duke thënë se nuk ka pasur dieni, pasi nëse do të kishte dieni do ta ndalonte nipin e tij, por ndryshe mendon prokuroria e Tiranës, ku në hetimet që ka kryer rezulton se dyshimet pra se Gjon Shkambi ka nxitur nipin e tij, por edhe me thirrjet e vazhdueshme që ka bërë në media për sa i përket një shenjë hakmarrje apo kërcënime që janë lëshuar në drejtim të palëve të tjera që ishin në proces për një godinë në qytetin e Shkodrës që solli edhe ngjarjen tragjike me vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja. Ndërkaq, ditën e sotme në SPAK është parë të paraqitet deputeti i Partisë Demokratike Bledion Nallbati. Për cilat arsye? Pak Fabiola bët fjalë për një ngjarje të ndodhur me 3 maj të këtij viti, pak para zgjedhjeve të 11 maj, ku Bledion Nallbati, deputeti i Partisë Demokratike bashkë me të vëllain janë përfshirë në një incident të dhunshëm, teksa në pamjet e sigurisë shfaqen teksa godasin një shofer kamioni në qytetin e Korçës, pra të paktën sipas të dhënave që kemi mundur të marrim nga prokuroria e posaçme SPAK, ka qenë kjo ngjarje që ka bërë që prokurori Vladimir Mara ta marrë në pyetje si person që ka dieni edhe deputetin Nallbati, ndërsa pas daljes nga SPAK e cilësoj si një ngjarje të stisur në qytetin e Korçës, pavarësisht se në pamjet filmike ai shihej që ngjitej tek kamioni nëpërmjet shkallëve dhe ka goditur edhe shoferin me disa herë të paktën në pamjet e sigurisë, siç duket, dhe duket kjo ka qenë edhe arsyeja pse ai ditën e sotme është marrë në pyetje nga prokurori i posaçëm Vladimir Mara. Mirë, Ervin, të falenderoj për këto informacione. Rreshjet e dendura të shiut gjatë natës shkaktuan probleme serioze në fund të mirëditës, si pasojë e purjeve të shumta të lumit. Rruga që lidh fshatin Thirr me rrugën e Kombit është shembur, dëmtime ka edhe në disa ura që lidhin fshatrat përreth. Probleme nga moti edhe në Puk, rruga nacionale Puk Fush Arrës është e bllokuar në vendin e quajtur Qafa e Batrës, si pasojë e shembjes së një masivi dheu. Rreshjet e shiut kanë dëmtuar disa rrugë rurale, kryesisht në njësitë administrative Rap dhe Gjegjan. Rreshjet e shiut rëna gjatë natës kanë shkaktuar probleme në Puk. Për shkak të shembjes së një masivi dheu, rruga kombëtare Puk Fush Arrës është e bllokuar për qarkullimin e automjeteve në vendin e quajtur Qafa e Batrës. Aktualisht autoritetet po punojnë për hapjen e saj. Rrëshqitje dheresh ka pasur dhe në zonën e Dukagjinit, ku rruga është e bllokuar. Rreshjet e shiut kanë dëmtuar gjithashtu dhe disa rrugë fshatrash, kryesisht në njësitë administrative Rap dhe Gjegjan. Ndërkohë, grupet e emergjencave civile ndodhen në terren duke evidentuar dëmet e shkaktuara në banesa, bujqësi dhe blegtori në zonat e Bushatit dhe Hajmelit për shkak të rreshjeve të së dielës. Gjithashtu, rreshjet shtuan prurjet e lumit Fan, vërshimi i të cilit shembi rrugën që lidh fshatin Thirr me rrugën e Kombit. Rrjedha e ujit shembi gjithashtu urën në lagjen Munell duke bllokuar lëvizjen për rreth 30 familje. Rreshjet e shiut në fund të mirëditës kanë dëmtuar gjithashtu rrjetin elektrik dhe ujësjellsin. Ekipet e emergjencave kanë nisur punën për të riparuar dëmet.
Jemi rikthyer në studio, kemi kaluar në zhvillime ndërkombëtare. Presidenti amerikan reagoi pasi Rusia testoi një raketë bërthamore ndërsa perëndimi pret nga Putin të ulet në bisedime për paqe. Donald Trump tha se është e papërshtatshme që Putin të testojë raketa, ndërkohë që duhet t'i jap fund luftës në Ukrainë. Testi i bërë një ditë më parë rrit më shumë tensioni në raportet SBA-Rusi, pak ditë pasi Trump vendosi sanksione për Moskën, duke akuzuar se nuk do t'i jap fund luftës. Presidenti amerikan Donald Trump reagoi pasi Rusia testoi një raketë re bërthamore, duke shënuar një tjetër hap në përshkallëzimin e tensioneve. Kreu i Shtëpisë së Bardhë i quajti të papërshtatshëm njoftimin e Vladimir Putin për një provë të suksesshme të armës së re. Trump theksoi se kreu i Kremlinit duhet t'i jap fund konfliktit në Ukrainë dhe jo të testojë raketa. Është e papërshtatshme që Putini ta thotë këtë, ai duhet t'i jap fund luftës në Ukrainë. Kjo është ajo që ai duhet të bëjë, në vend që të testojë raketa. Kjo luftë, e cila duhet të zgjasë një javë, së shpejti do hyjë në vitin e saj të katërt. Testimi i raketës së re nga Rusia shënon një pikë kyçe në raportin me Shtetet e Bashkuara, në një kohë kur marrëdhëniet kanë qenë tashmë të tensionuara. Washingtoni vendosi sanksione ndaj Moskës pasi Vladimir Putin nuk ka bërë hapa konkret drejt një armëpushtimi në Ukrainë, pavarësisht përpjekjeve të Donald Trump. Arma e re e Rusisë, e quajtur bureve Snik, është e aftë për të mbajtur bomba bërthamore. Në testin përfundimtar ajo udhëtoi 14.000 kilometra dhe shndroi në ajër për rreth 15 orë. Sipas Rusisë, nuk ka asnjë sistem mbrojtës aktual apo të ardhshëm që mund ta mposhtë raketën. Presidenti rus Vladimir Putin tha se kjo është një armë unike që askush tjetër në botë nuk e ka. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara së bashku kanë rreth 87% të inventarit global të armëve bërthamore, të mjaftueshëm për të shkatruar botën shumë herë. Rusia ka 5.500 koka bërthamore, ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë thuajse 5.200. Nga ana tjetër, Donald Trump, i cili ndodhet në Azi në një turne disa ditor, tha se do të donte të takonte liderin e Koresë së Veriut, Kim Jong-un, një aleat i Rusisë. Trump tashmë i ka bërë thirrje shteteve që mbështesin Moskën, mes tyre edhe Kina, që të ndalojnë në mënyrë që lufta në Ukrainë të marrë fund. Partia e aleatit të Donald Trump në Argentinë, presidenti Javier Milei, doli fort se parë në zgjedhjet e mes mandatit. Ata morën thuajse 41% të votave, duke rritur numrin e vendeve që ka në Senat dhe në dhomën e ulët të parlamentit. Para zgjedhjeve, Trump kishte thënë se nëse Milei humbiste, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do t'i jepnin Argentinës $40 miliard fonde të njoftuara më herët. Pas fitores, Trump e uroi Milein duke cilësuar një kandidat të mrekullueshëm të mbështetur nga vetë ai. Partia e presidentit Javier Milei ka siguruar një fitore dërmuese në zgjedhjet e mes mandatit në Argentinë, duke bërë më të lehtë për liderin e krahut të djathtë të ecë para me programin e tij. La Libertad Avanza, partia e Milei, fitoi gati 41% të votave, duke marrë 13 nga 24 vendet e lira në Senat dhe 64 nga 127 vendet e lira në dhomën e ulët të parlamentit. Kështu partia e Milei do të rrisë numrin e deputetëve nga 37 në 101 nga një total prej 257 dhe numrin e senatorëve në 20 nga një total prej 72. Milei u zotua të vazhdojë rrugën e reformave, duke i cilësuar zgjedhjet një konfirmim i mandatit që ai mori në vitin 2023 kur u bë president. Tashmë presidenti i Argentinas do të mund të kalojë pa shumë problem projektligjet që dikur ishin bllokuar në parlament pasi nuk kishte shumicën e duhur. Kur mori detyrën 2 vjet më parë, Milei shkurtoi 10 miravende pune publike dhe pezulloi investimet në infrastrukturë, kujdes shëndetësor, arsim dhe madje edhe furnizimin me barna për pensionistët. Ai arriti të ulë inflacionin nga më shumë se 200% në vitin 2023 në rreth 30% në shtator, duke arritur suficitin e parë fiskal të vendit në 14 vjet. Por fuqia blerëse ka rënë ndjeshëm, shumica e argjentinasve thonë se po përpiqen të sigurojnë jetesën me më shumë se 250.000 vende pune të humbura dhe rreth 18.000 biznese të mbyllura. Para zgjedhjeve, aleati më i fortë i Milei, Donald Trump, kishte thënë se nëse Milei do të fitonte, Argentina do të mund të merrte $40 miliard ndihmë nga Shtetet e Bashkuara. Mbështetësit e Milei merrpritën këtë njoftim, megjithëse kritikët e akuzuan presidentin amerikan për ndërhyrje në zgjedhjet e Amerikës. Pas fitores, kreu i Shtëpisë së Bardhë uroi liderin e Argentinas, duke i quajtur një kandidat të mrekullueshëm të mbështetur nga Trump. Milei gjithashtu në një shenjë përshëndetje për aleatin e Amerikës së Veriut, tha se do e bëjë Argentinën të madhe përsëri.
Një tjetër goditje për rivalin e Recep Erdogan, Ekrem İmamoğlu, këtë herë akuzohet për spionazh dhe ndaj tij është lëshuar një tjetër urdhër arresti, edhe pse prej muajsh ndodhet në burg. İmamoğlu dyshohet se kriju akte spionazhi në emër të qeverive të huaja për të siguruar fonde ndërkombëtare për fushatën e tij. İmamoğlu është në burg që prej muajit mars duke pritur gjyqin për akuzat e korrupsionit. Ai ka mohuar çdo akuzë, duke thënë se goditja ndaj tij është e motivuar politikisht. Edhe pse prej muajsh është i burgosur, ish kryetari i Bashkisë së Stambollit, Ekrem İmamoğlu, përballet me një tjetër urdhër arresti. Këtë herë ai është nën dyshim për spionazh politik, duke u bërë sërish shënjesë të goditjes ndaj kundërshtarëve të presidentit Recep Tayyip Erdogan. Sipas mediave turke, İmamoğlu akuzohet për mashtrim gjatë mbledhjes fondeve të fushatës së tij presidenciale dhe spionazh për të siguruar mbështetje ndërkombëtare. Akuzat e reja kundër Ekrem İmamoğlu rrjedhin nga një hetim i nisur javën e kaluar me lidhjet e dyshuara midis fushatës së tij politike dhe një biznesmeni të arrestuar në korrik për kryerjen e aktiviteteve të spionazhit në emër të qeverive të huaja. Agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu tha se İmamoğlu dyshohet ndër të tjera për transferimin e të dhënave personale të banorëve të Stambollit si pjesë e një përpjekje për të siguruar fonde ndërkombëtare për fushatën e tij. İmamoğlu, një kundërshtar i ashpër politik i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, ka qenë në burg që nga marsin pritet gjyqit për akuzat e korrupsionit. Nuk është e pazakontë që gjykatat turke të lëshojnë urdhra zyrtare arresti për njerëz që janë tashmë në paraburgim kur nis një hetim i ri. Veç İmamoğlu, qindra zyrtar të Partisë Republikane Popullore janë në burg për një sër akuzash, kryesisht korrupsion. Rivali më i ashpër i Erdogan i ka mohuar akuzat dhe ka thënë se goditja ndaj tij është politike. Lëvizja më e fundit mund t'i hapë rrugë guvernatorit emëruar nga shteti për të marrë kontrollin e Stambollit, duke e kaluar kështu qytetin tërësisht në duart e Erdogan. Epilepsia është një nga problemet neurologjike që mund të prek çdo moshë. Në Shqipëri ka një numër të konsiderueshëm personash me këtë sëmundje. Mjekët apelojnë për kujdes të shtuar dhe tregojnë kufizimet për personat e diagnostikuar me epilepsi. Epilepsia, ose siç njihet ndryshe si sëmundja e tokës, është ndër sëmundjet më të shpeshta neurologjike, duke renditur në vendin e 4. Në vend 1% e popullatës është e prekur nga kjo sëmundje, dhe sipas specialistëve vërehet më shumë tek të moshuarit. Epilepsia është sëmundja e 4 më e shpesh neurologjike që ne kemi dhe në vendin ton 1% e popullatës është e diagnostikuar dhe e protokolluar dhe e trajtuar në shërbimin ton përkatëse për epilepsinë. Epilepsia prek të dyja gjinit, prek të gjitha grup moshat, po ka incidencë më të lartë në grup moshën e tretë. Dhe prek më tepër meshkujt se sa femrat. Sëmundja e tokës është e trashëgueshme, por mund të fitohet edhe gjatë jetës, sipas së një tumori të shkaktuar më parë apo një infeksioni neurologjik, por jo vetëm. Kemi epilepsi idiopatike që janë gjenetike të trashëguara që nuk janë me shkak, kemi epilepsi simptomatike, të cilat janë format akute që janë lezionale, që shkaktohen kryesisht në grup moshat në adultët e mëdhenj ose grup moshat e treta, që shkaktohen nga tumoret, nga infarktet, nga traumat e trurit, nga infeksionet e sistemit nervor qendror. Kriza epileptike është një episod neurologjik, mjekja neurologe Daniela Ndoja tregon edhe simptomat. Që mund të jenë pirje krau, një çrregullimi të folurit, një ndjesi ndërhimtare, një ndjesi aura epigastrike, sikur të tërhiqet diçka nga stomaku dhe bllokon frymarrjen. Diagnoza shoqërohet edhe me kufizime. Mjekja neurologe Ndoja tregon kujdesin që duhet të tregojë një person i diagnostikuar me këtë sëmundje, nga drejtimi i automjetit apo kryerja e aktiviteteve fizike. Në rast se pacienti nuk ka 2 vjet pa kriza, edhe në qoftë edhe më mikim, atëherë ai nuk mund të drejtojë dhe automjetin, sepse i ndodhin pastaj humbjeve dieze dhe pagjumësia, nuk lejohet në pacientët që kanë epilepsi, duhet që kenë një higjenë të mirë të gjumit. I stimulojnë shfaqjen e krizave, mund të jetë një hiperpnea, domethënë një aktivitet i fortë fizik, pacienti merr frym thellë, mungon oksigjeni në tru dhe ajo bëhet shkaktar për favorizim të krizave, po jo vetë sporti të shkaktojë kriza. Mjaftojnë 2 kriza në 24 orë të paprovokuara nga shkaqe të tjera për të kuptuar se kemi të bëjmë me epilepsi, për të kërkuar më pas ndihmë te mjeku specialist. Çdo vit diagnostikohen me epilepsi 5 milion raste të reja në mbar botën, dhe sipas të dhënave globale të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbi 50 milion njerëz janë të prekur nga kjo sëmundje.
Ishte gjithçka e përgatitur edhe për edicionin e mesditës. Unë ju ftoj të klikoni në webin tonë abcnews.al për të tjera zhvillime. Gjithashtu ju mund të ndiqni edhe në radio në frekuencat 105 FM në vijim. Do t'jeni me kolegun Nertan Prifti në Sport Center. Qëndroni me ABC.